Deli Art Association është një nga kompanitë më të vjetra në sektorin ku operon, sektorin e të bukurës dhe të eventeve, dhe ka sjell një risi shumë të madhe në Shqipëri dhe në Ballkan, që kur ka filluar, ka thyrë barierat tradicionale, ka bërë inovacion, ka krijuar evente që kanë qenë të paprecedenta më përpara. Kështu që mendoj që realisht do ketë potencial edhe për tregun amerikan. Tjetër që po, se duke qenë që organizojmë edhe Miss Globin dhe Miss Globe, që është një ndër top 5 eventet më të mëdha më të bukurisë botërore, ka shumë mundësi. Dhe sa e vështirë është që të krijosh një biznes të tillë me kaq shumë faktorë dhe që të arrish të përcjellësh një eksperiencë totale si për vajzat që janë pjesë, si edhe për publikun që do ju ndjekë. Patjetër, prandaj ne mundohemi që të jemi sa më të vërtet, po themi, me publikun. Mundohemi të tregojmë eksperiencën që këto vajza kalojnë, mundohemi të tregojmë transformimin e këtyre vajzave. I përgatisni vajzat nga një pikpamje sipërmarrëse, se mund të lisin shumë oportunitete pas marrjes pjesë tek eventi juaj. Pra ato kanë një oportunitet direkt për të futur në tregun e të bukurës, televizionit, medias, spektaklit. Mund të them që është realisht mënyra më e mirë për të futur në treg, për një vajzë, gjithmonë flasim. Pastaj ka nga ato vajza që duan të menaxhohen nga ne dhe vinë na pyesin që e kemi mundësinë që ju të bëheni menaxherët tanë. Ka nga ato vajza që pastaj mund të vazhdojnë vetëm si freelancer ose shkojnë në agjenci etj. Po gjithmonë kur mbaron Miss Shqipëria, nuk ka asnjë nga vajzat që janë finalistët Miss Shqipëria që mos të marrë oferta pune kur mbaron. Deli Art Association i ka strukturuar si Miss Shqipërinë, si Miss Globin si brende, si marka. Po. Dhe po i trajton në mënyrë të tillë. 25 vjet nuk janë pak për Miss Shqipërinë. Miss Globin ka 20 vite që organizojmë ne. Empowering beauty, embracing diversity. Janë marka që i japin shumë vlerë edhe Shqipërisë. Patjetër, përveç faktit që vajzat shkojnë në shumë vende ndryshme të botës për të marrë pjesë, për të reprezentuar Shqipërinë, dhe shumë vajza vinë çdo vit, vinë minimumi 60 vajza te Miss Globe. Këto vajza që vinë nga 60 shtete ndryshme kanë fituar kompeticionin më të madh të vendit vet dhe vinë në Shqipëri me një impakt mediatik të paimagjinueshëm, sepse gjithë mediat shkruajnë për ato në vendet e veta dhe gjithë mediat kanë fjalë kryesore Shqipërinë, sepse dhe Miss Globe bëhet në Shqipëri. Këto vajza vinë për të përfaqësuar shtetin e vet në Shqipëri dhe ne këtyre vajzave ju bëjmë tours ku ju tregojmë çdo gjë në lidhje me historinë tonë, me kulturën tonë, mikpritja etj. Dhe nuk ka hikur asnjë vajzë nga vajzat e Miss Globe që ketë ikur e pakënaqur nga Shqipëria me bukuritë që Shqipëria ka dhe historinë dhe kulturën që Shqipëria ka.